Vëllezër të ndershëm, dijeni se Allahu është ai i cili na ka krijuar dhe ai është që me mirësi të shumta na ka begatuar. Ai është i cili nga qielli, nga toka dhe nga uji na ka furnizuar dhe i cili vazhdimisht kujdeset për ne duke na mbrojtur dhe duke na begatuar. Ai e krijoi jetën dhe vdekjen, i caktoi e gjelet e krijesave dhe e përsosi krijimtarinë e tij, për të na provuar se cili prej nesh do të jetë më vepërmir dhe cili do të jetë i dështuar. Allahu i lartësuar thot: Tebarekalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. I madhërishëm është ai në dorën e të cilit është i tërë sundimi dhe ai është i plot fuqishëm për çdo gjë. Ai e krijoi jetën dhe vdekjen për t'ju sprovuar juve se cili prej jush do të jetë më vepërmir. Pra, kjo botë është një provim për të parë se cili do ta pasojë rrugën e Allahut e të shpëtojë dhe cili do ta ndjek epshin e tij dhe shejtanin e të dështojë. Pastaj njerëzve u vjen vdekja dhe transferohen në botën e shpërblimit ose dënimit, secili sipas veprave që ai i ka bërë.